Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Pasi Ola i quajti gruan Kut, shkregon për herë të parë Eduard Grishaj. Eduard Grishaj, regjizori i formatit Ferma, ka reaguar publikisht për të sqaruar qëndrimin e tij pas debatit të fundit që përfshiu banoren Fabiola Elezaj dhe bashkëshorten e tij, që njëkohësisht është moderatorja e programit Arbana Osmani. Në një deklaratë të shpërndarë në platforma digjitale, ai hodhi poshtë çdo aludim për lidhje familjare me konkurrenten, duke theksuar se përzgjedhja e saj është bërë mbi bazën e meritës dhe potencialit. Grishaj u ndal edhe te incidenti i ndodhur gjatë transmetimit live, duke theksuar se situata të tilla duhen parë në kontekstin e presionit emocional që përjetojnë pjesëmarrësit. Asnjë kushuri apo kushuri reimja nuk ka qenë, as nuk është dhe nuk do të jetë pjesë e ndonjë reality show ku unë jam i përfshirë si pjesë e produksionit. Fabiolën e kam propozuar unë në Ferm, sepse kam vlerësuar energjinë dhe potencialin e saj si vajzë e re që vjen nga malësia e madhe. Nuk jam penduar për këtë zgjedhje, do vazhdoj të mbështes të rinj nga veriu dhe nga çdo krahin tjetër e Shqipërisë sa herë të kem mundësi, siç kam bërë më parë edhe në Big, tashmë edhe në Ferm me projektet e mia personale apo edhe në për filma. Duke u rikthyer te rasti i Fabiolës, njerëzit mund të gabojnë, sidomos në presion emocional dhe në transmetim live. Nga një moment apo nga një gabim nuk mund të gjykohet e gjithë jeta e një vajze 23 vjeçare, familja apo vendi nga ajo vjen. Ai vlerësoi gjithashtu mënyrën se si situata u menaxhua në studio nga Arbana Osmani, duke e konsideruar reagimin e saj profesional. Për sa i përket reagimit të prezantueses në studio, Arbana ajo është njerëzore me çdo njeri në çdo situatë dhe mendoj që ai reagim ka ndryshuar qasjen e prezantimit dhe të gazetarisë në vendin tonë dhe kjo duhet të shërbejë si shkollë edhe brezave të rinj që duan të vazhdojnë këtë zanat. Faleminderit të gjithëve që na ndiqni dhe na mbështesni. Ne do vazhdojmë të japim maksimumin ton me të mirat dhe gabimet tona.